Nga Kisha Ortodokse, përfaqësues të pushtetit vendor e deputet të Qarkut Shkodër kanë uruar besimtarët me rastin e festës së Krishtlindjeve. Ata uruan për më shumë paqe, harmoni dhe një të ardhme më të mirë për Shkodrën dhe Shqipërinë. Ne sot gjithë bashkohemi në gëzimin e madh të lindjes Krishtit. Sot rikujtojmë vlerat që ne na kanë bashku historikisht si popull. Vlera e besimit, vlera e paqes, vlera e harmonisë, vlera e respektit për besimin e njëri tjetrit, edhe të kenoni gjithmonë pranë. Në festa, në gëzime, ngaherë edhe në kohë shumë të vështira. Për tanë besimtarët e kështen, kjo është një moment reflektimi mbi forcën e të mirës edhe dritës, drita e Krishtit dhe mirësia mbi zotroshin kudo në botë. Ju uroj gjithë besimtarë krishterë gëzuar ditën e Krishtlindjeve, paqe, lumturi dhe begati në gjithë familjet shkodarëve. Gëzuar. Partia Demokratike e Shkodrës uron të gjithë besimtarët ortodoks gëzuar e për shumë vjet Krishtlindjen, një fest që simbolizon shpresën Krishti lindi pikërisht për me ndriqu në errësirë. Gjithë besimtarët ortodoks dhe katolik kudo që janë gëzuar dhe për shumë vjet Krishtlindjen. Qoftë një ditë reflektimit për secilin prej nesh. Qoftë kjo ditë një ditë paqe dhe harmonie. Ndërsa pjesë e vizitave u bën dhe komunitetet fetare në Shkodër. Në emër të Mbështnisë së Shkodrës kam kënaqësinë për të përcjell për të gjithë besimtarët e krishterë urimet më të përzemërta për festën e Krishtlindjes. Në një kohë kur ndasitë, tensionet të ndryshme, konfliktet po e torturojnë njerëzimin. Po uroj që në këto ditë festash fetare, por në të gjitha festet e tjera, të sjellim sa më shumë paqen sociale e dashurinë, por një të kohë dhe bekati për çdo familje shqiptare dhe për mbar shoqërinë botërore. Sigurisht urojmë që fryma, qasja, mirëkuptimit, harmonisë, kësaj bashkëjetese të shkëlqyer që ne e gëzojmë falë Zotit, duhet të jenë themel i jetës tonë të përbashkët, por edhe i bashkisë tonë të përbashkët. Gëzuar Krishtlindjet. Në emrin e arqipeshvit, Monsignor Gjovanit, ju bëjmë urimet e përzemërta vëllezërit tonë ortodoks, gëzuar dhe përshëmot festin e Krishtlindjes. Kjo fest, ky mister na kujton atë vërtetë të Zotit, i cili me mishnimin e vet është ba njëri dhe ka marrë përsipër natyrën tonë njerëzore. Tu i marrë përsipër dobësitë edhe mëkatin e njerëzit, edhe tu e shëlbu njeriun për mëkatit. Kjo fest na kujton dy gjëra: dashninë e madhe që Zoti ka për njeriun, dashninë e tij të pakufishme, por megjithatë përvojtninë dhe thjeshtësinë e tij. Ajo çka njeriun e bën të mirë, e bën të bukur, nuk është krenaria as arroganca, por thjeshtësia edhe përvojtnia. Prandaj urime e përshëmot këtë fest ditën e Krishtlindjes.